lojtar, 16 lojtar. A bën një përgjigje. A mund t'jetë? Okej. Nëse është marrëveshje, në marrëveshje ka reciprocitet. Cili është reciprociteti Karshi, Kosovë dhe Shqipëni? Më tregoni një emër një trajnerit që ka udhëheq ekip në Shqipëri. Ma thoni. Jo, veç ka shërby asnjë lojtar s'është përfshi Kosovës. Na veç lëm ta kry. Asnjë federat, asnjë ekipe kontore as kërkon. Veç lëm. Curri, Dallko dhe Cona, ju duken emrat dvegjël që t'jerë në pjesë e stafit teknik të FSHF-s? Beçaj. Asnjëni s'ka pranë. Asnjë nuk është një përfshim. Ajo kjo është fenomen. Cili reciprocitet? Cili futbollist i Shqipërisë prej kombëtarës ti ka ardhur me rit për Kosovën? Këtu s'ka të bëjë me reciprocitet. Këtu ka të bëjë me vjelje. Këtu dëmtohet njëri, pasurohet tjetri. Unë nuk e shoh. Ramadan Ibrahimi. Timi diçka që po ndërtoj me shumë probleme. Ramadan Ibrahimi. Na jem pranuar shumë e rëndësishme. Na jem të pranuar. Po, pyetja thotë është a ka ligje në federat që ndalojnë lojtarin U21 të largohet? Drejton? Jo, realisht. Asnjë ligj, asnjë len nuk është thy. Jo, veç pak. Profesor, veç pak, ta sqaroj nëse më lejot. Po. Sipas rregullave në fuqi të FIFA-s, ndrimi i shtetësisë për lojtarët lejohet deri në grup moshën 21 vjeç. Me rast se jashtëzakonshme edhe në ekipin A nëse s'ka luajt më shumë se 2 takime dhe ka diferencë mbi 4 vjeçare. Do të thonë i luan 1-2 ndeshje, 4 vjet nuk është